një 48 vjeçar ka humbur jetën në vendin e tij të punës. Ky biznes është në pronësi të deputetit të lëvizjes vetëvendosje. Edhe nga vetë kompania publikisht sot kanë pranuar se vdekja e punëtorit ka ndodhur në vendin e tij të punës. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmë në qytetin e Shtimës, ku një 48 vjeçar ka humbur jetën në vendin e tij të punës. Gazeta Insajderi ka mësuar se kompania ku viktima po punonte është Doni Fruc. Ky biznes është në pronësi të deputetit të lëvizjes vetëvendosje Ejop Ahmetit. Prapa krave të mirë është kompania në cilën ndërroi jetë 48 vjeçari Yusuf Bislimit. Edhe nga vetë kompania publikisht sot kanë pranuar se vdekja e punëtorit ka ndodhur në vendin e tij të punës dhe sipas tyre ishte një vdekje aksidentale. Në vijim mund ta shihni reagimin e tyre. Me dhimbje të thellë ju njoftojmë se kolegu i nderuar Yusuf Bislimi ka ndëruar jetë në mënyrë aksidentale gjatë orarit të punës. Ky është një lajm i rënd për gjithë ne në Doni Fruc, pasi kemi humbur një koleg të përkushtuar, punëtor dhe të respektuar nga gjithë. Me përfaqësuesi i popullit në Kuvendin e Republikës së Kosovës në vitin 2021, ishte ndër të paktë biznesmen që qeveria Kurti e kishte përzgjedhur që të marrë pjesë në mbledhjen e 2 qeverive Kosovë-Shqipëri. Atë sot e kemi kontaktuar pra ne nga ekipi i Insajderit, ai ka thënë se nuk do të përgjigjet, por ka thënë që pyetjet mund t'i adresojmë me shkrim në adresë të kompanisë, ndërkaq ata nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për atë se si ka ndodhur aksidenti, vetëm në reagimin publik cilin e pat ju më parë, kanë thënë se ju vije keq për aksidentin. Për momentin na jemi pak një fangjendje shoku, në pak të rëndet. Për momentin në prononcim nuk kemi. Këtu punoj, kolegi kemi dhe ekipët, kolegë që janë të autorizum nuk janë këtu për momentin, ne prononcim nuk kemi kurqa.